Kuvendi japi procedurën për zgjedhjen e 2 anëtarëve të Këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë. Kryetari i Komisionit Parlamentar të Ekonomisë Erion Braçe, duke hapur thirrjen për aplikim, bëri të ditur të gjitha hapat që duhet të ndjek çdo person që është i interesuar për të kandiduar për këtë postë. Në bazë të ligjit, Kuvendi do të propozojë 2 kandidatura për anëtar të Këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë. Thirrjen që Kuvendi bën përkundrejt cilit do që do të paraqesë interesin e tij lidhur me kandidimin për vendet vakante të anëtarit të Këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë. Pas kësaj thirrje, duhet që një grup prej 28 deputetësh të mbështesë 1, 2 apo më shumë kandidatura nga ajo listë e prezantuar apo e paraqitur pranë shërbimeve të Kuvendit, dhe më pas Komisioni i Ekonomisë angazhohet për të vlerësuar nga pikpamja kushtetuese ligjore dhe emeritës secilin prej kandidatëve paraqitur nga një grup prej 28 deputetësh. Kjo javë pritet të jetë e rëndësishme lidhur me procesin e zgjedhjes së guvernatorit të ri të Bankës së Shqipërisë dhe anëtarëve të Këshillit Mbikëqyrës. Kështu pritet që presidenti të thrasë në negociata përfaqësues të Parlamentit, qeverisë dhe opozitës për të tentuar konsensusin më të gjerë të mundshëm për zgjedhjen e emrit të ri. Sipas ligjit, Banka e Shqipërisë drejtohet nga një këshill me 9 anëtar, i cili kryesohet nga guvernatori. Guvernatori zgjidhet nga Kuvendi me propozim të presidentit të Republikës për 7 vjet me të drejtë rizgjedhjeje.